Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shenjës së Gaforës. Do bëjmë një mesazh për ju dhe ai mesazh është bota. Në këtë të dashur, në këtë grup letrash, bota ka një pasqyrim pak më shumë se ato të zakonshmet. Thotë është fundi dhe fillimi në të njëjtën frymë. Është momenti kur e kupton se çdo pengesë, çdo dhimbje, çdo kthese papritur kishte një vend të shenjtë në mozaikën e udhëtimit tënd. Në këtë letër Gaia, kjo grua këtu, sikur rrotullohet në qendër të gjithçkaje, njëkohësisht e qetë dhe fuqishme. Rreth saj ndodhen simbolet të katër elementeve dhe të katër stinëve, duke na kujtuar se gjithçka është ciklike dhe ju jeni tani në përmbushje. Kjo letër në fakt të dashur Gafor është bekim. Bekim sepse thot e ke kaluar testin, e ke bërë rrugën, tani merr frymë, merr vendin tënd. Dhe në njëjtë kohë ajo është edhe një ftesë për kapitullin tjetër, një kapitull që s'mund ta filloj pa falendëruar apo pa e përmbyllur atë të parin. Jeni më të plot se sa mendoni. Nuk e ardhur këtu rastësisht, në këtë gjendje, në këtë energji. Çdo hap ka pasur një qëllim, të dashur Gafor, dhe tani e ndjen atë thellë në eshtrat e tua. Mbyllë këcikën me dashuri dhe dije se nuk ke humbur asgjë. Përkundrazi, keni gjetur veten, të dashur Gafor.